Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio jam së bashku me tenorin Riad Bashi. Mirëmëngjes Riad. Mirëmëngjes Merit, faleminderit shumë për ftesën. Edhe është bukur kur nis dita me një zë të ri, me një djalë të ri, para se të cilit natyrisht si para moshës suaj hapen dyer, hapen perspektiva. Unë mendoj që për këtë do të flasim sot, por gjithsesi dua t'ju uroj në fillim për diplomën e maturës me një repertor mjaft të përzgjedhur që ke dhënë në shkollën artistike Prenjakova. Urime dhe gjithmonë suksese. Atëherë faleminderit shumë. Siç e thatë ju për perspektivën, për hapjen e dyrave të jetës, është një moment, është një fazë seriozisht që kalon nga një periudhë, pa themi adoleshente, në një periudhë më mallore, më profesionale, aty ku do specializohesh më saktë. Diploma shkoi shumë mirë. Ishte një përgatitje 4 vjeçare që realizuam së bashku me profesoresh Rita Dervishin. Profesoresh Rita Dervishin, profesoreshën e kantës në shkollën e muzikës dhe që një repertor i menduar mirë për gjithë vitin. Në fakt të jemi sinqert, vetë kurioziteti jem për muzikën klasike, por edhe muzikën popullore të qytetit tim, por kryesisht nga muzika klasike sepse aty kam edhe pasionin, do të thosha, më të zhvilluar, nga që i vogël kam pasur qef që të isha një tenor. Dhe repertori më kisha gati qysh në vit 3. Ashtu? Kisha gati qysh në vit 3 për arsye sepse unë kisha avancu shumë. Kisha avancu në një mënyrë që nuk po, dhe me thonë, kisha kalu arjet më të rëndësishme dhe po specializohesha tek ato të po dëgjumit. Dhe në fund zgjohem me midis arjeve të periudhave të ndryshme, sepse ishte kisha unë dëshirë që kishim arje të periudhave të ndryshme, jo të kishim vetëm një periudhë romantike, për shembull. Para klasike, përzjeva klasikën, romantikën, edhe futa vendosa edhe barokun në arje. 3 arje ishin edhe 2 pjesë, në 2 pjesë normalisht nuk do t'i lajm pjesë tona të bukura shqiptare, arjet shqiptare, romancat shqiptare edhe ndër pjesët shqiptare, cilët ke interpretu, dhe me thënë, unë kam interpretu, unë për treke kam interpretu dhe një arje nga opera Skënderbeu, Kjo zemër. Është opera Skënderbeu, ne e dim gjithë që është kompozuar nga Prenjakova. Edhe organizuam një koncert për nder të 100 vjetorit të lindjes tij. Dhe aty performova këtë arje, ishte një arje shumë pezante. Jo, si mjet. Dhe me thënë, vjet ishte, keni drejt, sepse vjet ishte 100 vjetori i linjes që interpretova një duet nga opera Amerik, duhet Amerik këto lule. Mas 8 muajve, 9 muajve, nuk e di, ka mars ose shkurti, nuk e marr fakt më mirë. Interpretuam tek shkolla muzikës, me një koncert për nder të tij dhe realizuam disa arje. Nxënësit më excelent realizuan disa arje nga operat e tij, 2 opera, Marika dhe Skënderbeu. Po, çfarë i ka dhënë ky repertor qenies tënde si artist? Ka dhënë një identitet kombëtar, do të thosha, sepse kur nifesh me kulturën klasike, pra kulturën e operës, përgjithësi po flas për zhanrin tim operistik, kulturën e operës në Itali, që është fillesa, qysh në vitin 1600 kur lindi opera parë në Firenze. E më pas ushtri në Francë, në Gjermani e tjerë. Por do të thosha që një ditë
do ta kisha shumë dëshirë që në qoftë se unë arri të performoj në skenat më prestigjioze të botës të operës, do një dirigenti do të sugjeroja operën Mrik, Skënderbeu ose opera shumë të tjera, të cilat për fatin e keq nuk i kam studiuar tepër. Për shembull, ka shumë opera të kompozitorëve shqiptar. Avni Mula, kemi Kristo Konën, Lulja Kujtimit. Janë disa opera që ne në fakt nuk i kemi studiuar dhe nuk i kena vu ndoshta rëndësi të madhe. Por gjithsesi paraqitet interes. Janë disa opera, nuk mund të konkurrojmë me. Dhe kështu diploma u shoqërua me emocione të forta? Me emocione, do të thosha emocione të forta. Nuk do të thosha emocione të forta sepse emocionet e forta në fakt unë i kam kaluar që në moshën më të hershme, në fëmijëri. Por do të thosha ishte një përgjithësi dhe një krenari, do të thosha për mua që ta mbyll ciklin pra 4 vjeçar të shkollës mesme, ta mbyll me këto arje. Edhe ishte një ndjenjë, një përzime rreth emocionit të mirë dhe mallit njëkohësisht për shkollën. Pra ishte një ditë shumë e vyer për mua. Mendoj se do t'i kthehemi përsëri këtyre emocioneve që kanë të bëjnë me një kulm të deri tanishëm, por duke u drejtuar një aforizmi të cilin unë nga një herë përmend dhe në programet tona, çdo dalje nga diku është hyrje për diku tjetër. Dhe për Riad Bashin, ndoshta në këtë momente, nëse shkollës së muzikës i jep një përshëndetje natyrisht shumë të bukur, troket tek dyert të tjera ku e pret një studim më avancuar. Më kanë thënë që ke bërë disa audicione. Mund të më tregoni diçka rreth tyre? Unë kam realizuar një audicion në Bologna, kam realizuar një audicion tjetër në Milano, bëhet fjalë rreth muajve, sidomos në mars, kam bërë 23-24 mars kam bërë në Milano dhe 20 prill kam bërë në konservatorin e Bolonjës. Të dy konservatorët kam fitu të dy audicionet. Urime. Kam fitu dhe pres të vazhdoj studimet atje. Në Itali, nuk e di vendin saktë. Akoma se ke përcaktuar. Por do t'i realizoj që të dy konkurset, dhe në Milano dhe në Bologna. Kjo faktin që un kam kërkuar studimet jashtë shtetit është sepse e ndjej veten tepër gati profesionalisht që të përballen me botën, me pëlqen sfida. Diçka shumë e bukur. Pra, mos nuk këtu bile po ndërhyj pak sa i përket çmimeve. Un kam fituar çmime, çmimet para në kategorinë e këngës, Energjia Truja në vit dytë, kam fituar çmimin e parë në Xherat Lirik, për kategorinë time normal, viti i parë, viti i dytë. Më pas në finale kemi marrë pjesë të gjitha kategoritë për shi, viti i parë, viti i dytë, viti i tretë, viti i katërt dhe shkolla e lartë. Aty në fakt mora çmimin e madh Çezadeja. Po. Fitova një prestigj shumë të madh. Dhe mësoj mas këtij çmimit ardhen edhe aktivizimet në qytetin tim sërish, pra u riktheva, sepse kam pasur një periudhë fëmijërore, por do të thekisha edhe këtë që kam fituar edhe Peter Gacin, çmim parë, dhe deri diku un kam njohur gjithë konkurrentët e mi në Shqipëri. Dhe kur një person fiton diçka, nuk dëshiron të rikthehet përsëri tek ai kompeticion të cilin e ka fituar dhe unë nuk e shoh të arsyeshme që të rikthehen përsëri në një kompeticion, të marr pjesë për dytën, tretën ose katërtën herë kur fiton një çmim. Kur e kam kaluar. Dhe në këtë aspekt kërkosha diçka më shumë, e ndjesha mentalisht po edhe shpirtërisht që më duhet diçka më e madhe, diçka më
me perfeksion, me teknikë më të lartë, me ndjeshmëri më të madhe. Dhe ishte përgjithësisht Italia, cilën ka lindë dhe Belkanto. Belkanto, po. Ndërkohë, Riad, me çfarë emocionesh je shoqëruar gjatë këtyre audicioneve? Si e përballur? Atëherë, të them drejtën, kur përballesh me qytete të mëdha si Bologna, Milano, që janë kryeqendrat e dy rajoneve më të zhvilluara shumë ekonomikisht në Itali, si Emilia Romagna dhe Lombardia, të duket vetë një njeri shumë i vogël. Të them drejtën, unë kur shkela në atë qytet më duk vetë një njeri shumë i vogël, por edhe kisha frikë, kisha ankth, sepse të mendosh që shef konservatori një ndërtesë super gjigante dhe me një stil ndërthurën barok me rilindas, të duket veti si një prall, nga vetë kultura e tyre, nga vetë monumentet që kanë piktura, galeritë, dhe kupton që ky qytet dhe ky shtet, pra si Italia, signifikon arti. Dhe për mua arti është si të them shpirti im binjak. Arti me personifikon mua dhe muzika. Nëse nuk do të isha një muzikant ose një artist, do të kisha shumë vështirë me atë. Është i vetmja rrugë e cila më plotson si njeri, muzika, arti. Kur shkova atje ndjeva veten shumë të vogël dhe kur hyra në konservator, të mendosh që kishte edhe shumë të shifshe edhe konkurrent ato ishin nxënës, në fakt, sepse konkurenca do të ishte në konkurs, do ta kemë në konkurs. Kishte nxënës edhe kishte një rregull, një disiplinë, dhe kur ndëgjova disa zëra kante që këndoshin, të them të drejtën, më pëlqyen, por unë ndjeva veten se isha më i mirë se ato. Sa bukur që të kesh besim tek vetja. Kisha besim shumë. Por unë kam në gjuhë shumë edhe, domethënë, i di shumë mirë cilësitë e mia deri se ku mund të shkojnë, edhe cilat repertor do të më sjell. Kam në gjuhë shumë talentum, ta them, me plot bindje, por a ditë sipërfat, domethënë, mu më duk vetja që i vogël krahas atij artit, por normalisht diçka e madhe po vinte tek unë, brenda meje, që ta shfaqja. Kur këndova një pjesë Receva le stelle, fillova pjell me një arje shumë pezante. Profesori më tha, ke voce. Mendoj se atë fizania, thash, i dhanë, tha, prej Zotit, thash, natural, tha. Kështu që të mendosh me rit që ka shumë, do të thoja, shumë zëra të cilat janë të përpunuar. Pra, profesori komunikon se si ta nxjerrin tingullin, kurse unë nuk e diskutoj këtë problem, domethënë. Kam një zë natural i cili ka nevojë për diçka shumë e bukur, madje në fillim të programit un kam folur për ngjyrat e ditës, ose më mirë të them ngjyrat e jetës në një këndvështrim më të gjerë. Ato të jepen si në një kaleidoskop ku përpiqesh të dallosh ngjyrën që të feks më shumë, dhe është shumë bukur që të identifikosh atë me të cilën ti bashkohesh shpirtërisht dhe gjen rrugën për të mbërritur dhe për të realizuar ëndrrën tënde. Ndërkohë do të desha të dija si nisi, si u lind, në çfarë gjeneze buron ky talent, atëherë kur ti e kuptove se krahas lojrave futbollit, një djali çamarrok që dëshironte me një herë topin, një herë të këndonte ashtu shkujdesur nëpër shtëpi, të drejtohej drejt një veprimtarie fare i vogël, për të ecur më pas shkallët një nga një. Kuptoj. Atëherë, siç e cekte dhe ju më përpara, siç e thatë që futbolli ka qenë një pjesë e rëndësishme për mua. Ishte ëndra e parë futbolli. Nuk ka kënë muzika, tem realisht, unë kam qenë e brez kur fëmijët delshin, lushin në lagje, dhe me futbollin kam pas një
ashtu si muzika dhe futbolli, edhe sot futbolli që e ndjeku shpesh, janë pjesë përvendashme për mua. Unë kam ka një talent shumë i mirë në futboll dhe pikërisht në klasë të dytë mu më jepet ftesa që t'i bashkohem vllaznis. Në njëjtën kohë kisha njëjtën ditë profesor kujtimi erdhi në shkollën tonë Dremeda. Kujtimalia. Profesor kujtimi për Sir Let's Balson pas ndrit dhe me provuan në fizharmonik, provuan gjithë klasën, edhe unë i thash qysh atëherë që unë do të jem tenor, sepse në fakt në shtëpi ndëgjosha muzikë. Ndëgjosha të gjitha llojet dhe më pëlqente shumë muzika, por edhe futbolli. Në atë kohë nuk isha në gjendje të ndaja muzikën dhe futbollin, sepse futbolli ishte për gjithë fëmijët pasioni i parë, ëndra e parë. Natyrisht. Muzika ishte si një hobi, specifike. ishte që një hobi e bukur se unë mendoja veten, nuk e mendoja veten këngëtar, e mendoja veten gjithmonë futbollist. Ti jem realist. Më pas kalova audicionin tek Bilbila për herë të parë fitova çmim të tretë. Mbas andaj mas çmimit të tretë erdhën aktivitetet me çana kulturore për festivalin e fëmijëve, ku ne mësoshim 30 këngë. San për çdo vit që u realizu Dhe është një punë e jashtëzakonshme e këtij institucioni, kujtimalis, por edhe gjithë bashkëpunëtorëve të Një tij. zhvillim shumë i madh për fëmijë, që është një edukat, një dashuri shumë e madhe, sepse ne kemi jetuar dhe unë kur nuk e harroj provat e korit, sepse ishin të gjithë bashkë, një bashkësi ku na lidhte dashuria për muzikën, për artin dhe për njëri tjetrin në përgjithësi. Kishim një lloj ta themi një dashuri të sinqertë për njëri tjetrin. Por kjo nuk mund të vite pa ndihmën e këtyre profesorëve që u merrshin, profesor Kujtimi, profesor Viola Paçarami, Admir Lekaj, Lec Balca, Bardh Hysaj, pra këto profesorë u merrshin me ne shumë dhe nuk mund të arri pa falenderu këto, sepse kanë qenë një gur i çmuar në edukimin ton. Përsa i takon si lindi muzika, atëherë kjo ishte indicia e parë e muzikës, edhe isha një me dyshje cilën rrugë të zgjedhja, muzika apo futbolli. Për thënë të drejtën, kjo ishte një sugjerim i pendëve. Më thanë që të vazhdoj muzikën, sepse në futboll e dim shumë mirë se një dëntim mund të kushtoj jetën dhe gjatësia e një futbollistit është deri në moshën 82 vjeçare, po them karriera e tyre. Kurse muzikanti, artisti e ka goxha të gjatë. Dhe më dhani një arsyetim të bindshëm, nuk më shtyn me presion, por thjesht thanën më lanën me zgjallë çfarë dosha unë, pra unë isha i lirë, por edhe në arsyetova dhe zgjolla muzikën. Më vonë, vullneti im dhe pasioni im që zbulova, që kisha për muzikën, bën që të eca përpara, se për ndryshe nuk do kisha ecur. Edhe më pas, përveç bilbilave, festivaleve, për fëmijë erdhën veprimtari të tjera, siç ishin Gjeniu, për shembull. Para se me kalu te Gjeniu, do të thosha që un kam marrë pjesë 3 herë në Bilbila, kam fituar 2 çmime të tretë dhe 1 çmim parë. Dhe masanej kur fitova çmimin e parë, që isha një, domethënë, edhe më i sigurt në atë kuptimin që të sham gati për tek Gjeniu. Aty erdhi Gjeniu. Gjeniu, kompeticion që ne gjithë e njohim për talentat e vegjël të muzikës. Në fillim, të them të drejtën, jo se nuk ishin dakord, por unë kam pas një fobi shumë nuk e kuptoj çfarë fobie kam pasur me projektorë tek bilbilat. Tek bilbilat më mend tek bilbilat apo tek Gjeniu? Tek bilbilat. Jo, tek Gjeniu e hekat fobi. Tek bilbilat në vitin e parë kur më drejtoheshin projektorët, unë u habiça dhe mund ta lasha për 2 fjalë këngën. Dhe më kanoi për 2 vjet rresht. Kjo gjë. Edhe në fillim kur i tregova mamit që unë e pash lajmërimin që Gjeniu hapet për audicionit për Gjeniun.
Po. Dhe unë I thash mamit që kam qef me marr 5. Mami më tha, nuk e kishte shumë dyshime, tham drejtën. Kishte shumë dyshime sepse ishte Tiranë. Unë kishte frikë se nga që unë kisha lanë 2 herë këngën, ja se kisha lanë 2 herë këngën, po të thosha që kisha pas një farë tronditje. Një fragment të lanë, do thonë, unë ndjen 2-3 fjalë që unë I kisha lanë për shkak projektorit, dhe mami I kishte dyshimet e mia dhe unë betohem atë ditë unë kam qa dhe I kam thënë mamit, nuk mund t'i shoh shokët e mi duke përformuar në televizor, po ken unë tek ky spektakël. Pra, këtu ndohen gjanat. Tu është pasioni I fëmis që ka qef me shku, nuk është prini që e shtyn. Dhe kjo unë sa herë që e kujtoj unë rënxethem për arsyeën se e kuptoj çfarë, pra qysh në fëmijëri kam qenë një person kërkues në vetveti. Nuk jam shtyr prej dikujt, është një pasion natyrel që kam për muzikën dhe e shprehi domethënë edhe tek prindit kur mamit I kam pra duke qarë edhe do I thonë që unë kam qef me shku, kam shumë nuk mundem me pa prej televizorit spektaklin. Pra, kjo ishte një dëshirë shumë e madhe dhe të përballasha me sfida. Atëherë mami nuk kishte çfarë më bëj, dhe tha, okay. Edhe është një kujtim jashtëzakonisht I bukur, sepse ke dalë në këngëtarët më të mirë tek finalistët, duke qenë se edhe juria e ka patur shumë vështirë të seleksionojë në këtë moment. Sepse ishim në 5 skuadron në 8 finale. Riyad më pas veprimtarit vazhduan, siç më the edhe më herët, konkurrimet. Kishim një vit kontratë me Klanin, televizorin Klan, tek Gjeni I vogël, një vit mrapa me Këngët e Shekullit, trajta nort unë, Tedi Paçrami dhe Kledi Mamuti për Vlorët. Bashkëpunuam me shumë këngëtar, si Ramadan Krasniqi, Rosila Gjilbegu, Randa Libohova, më duket më mend dhe disa kolazhe tjera kemi bërë të Këngët e Shekullit. Ishte një eksperiencë e bukur, pra ishte një spikat të thosha. Dhe kur e ktheva para 2 vitesh tek Xheniu që më ftuan, cikën këtë fragmentin që Riyadi atëherë I vogël një pretendues për fitimin e çmimit të madh. Pra, më vjen mirë që në një farë mënyrë të kam bet ai Riyad të cilin të gjithë e dinin se isha një fëmijë luftarak dhe luftonte për drejtën e vet, por jo pa logjik, me logjik dhe me shumë pasion. Këto janë kujtimet gjatë fëmijërisë. Unë që në klasë 6, pra 11-12 vjeç, unë e kputa domethënë atë vëmtarin muzikore për shkak të ndryshimit të zanit. Po. Është diçka fiziologjike që djemve në këtë moshë është mosha e bjekurisë, kur zëri kalon nga fëmijë zëri I bardh, vazhdon e pjeket dhe ndryshon tonalitet. Pra bie 5 nota më poshtë. Dhe ky ndryshim vjen gradualisht, nuk vjen, domethënë vjen gradualisht. Në këtë fazë këngëtarët duhet të kenë shumë I kujdesshëm. Ne kemi bollë raste që shumica që kanë kënu të vegjël nuk kanë arritur. Kam edhe unë disa shembuj të cilët nuk e kanë kaluar me sukses dhe me gradual në këtë periudhë. Por gjithsesi kjo është diçka e bukur që kjo është një dhuratë që mrekullueshme. Zoti ka vendosur që me vazhdu prap karrierën tënde. Dhe mbërrim përsëri në këto ditë kur Riyadi do të me këtë vendosmëri, me këtë kredo që ka tek vetja, me këtë rrugë tashmë të shtruar dhe pjesëmarrje graduale në të gjitha veprimtaritë që janë paraqitur dhe kanë dalë përpara, e ndërkohë duke mbaruar e mjaft shkëlqyeshëm, duke dhënë një diplomë në shkollën artistike Prenjakova dhe duke bërë këto audicione. Përpara hapet një panoramë e re. Sa I përgatitur je, mendon? Do të thosha se tashmë pritet një jetë më e pavarur, apo jo? Okej, dakord. E shtrove shumë bukur pyetjen dhe unë do të jap një përgjigje shumë racionale. Një njeri I cili
ka kuriozitet, pra është një person që ka kuriozitet mjaftueshëm për profesionin e vet, nuk është kurr i sigurt për atë çfarë do të arrijë. Unë besoj, por nuk mund të them që jam i përgatitur plotësisht. Unë besoj. Do të thosha që jam i aftë të marr përsipër sfidat që do kem jashtë shtetit. Më pëlqejnë sfidat. Prandaj unë kam qef të jetoj një periudhë të re të jetës time. Pra, të përballem me sfida. Sepse që i vogël jam përballur me sfida dhe do të vazhdojnë kjo, sepse përndryshe nuk kam riadi më. Pa prekur pak familjen, prindrit tuaj, sepse ju herët më thatë që kam dëgjuar muzikë të kultivuar në shtëpi, më pas jam konsultuar me prindrit, pra mund të më thoni diçka rreth tyre, keni diçka të trashëguar? Është trashëguar nga babi. Babi është do thosha një tenor. Ndryshon shumë pak në ngjyrën e zërit, por edhe është një tenor. Është një tenor shumë i mirë, por do thosha jo mund të themi se shumë tenora të mirë nuk janë shfaqur skenës. Thosh shumë talenta, mund të mendosh që do në Shkodër mund të ketë shumë talenta, të cilët nuk janë shfaqur akoma tek teatri Imigjeni, shumë talenta të mirë, natural, të cilët ndoshta nuk kanë zbuluar ose kanë zbuluar dhe kanë zgjedhur një drejtim tjetër në jetë. Kjo është edhe se si Zoti ka planifikuar të ardhmen tënde. Unë do të thosha, në qoftë se unë nuk do të isha nëse nuk do të kisha pasion, që është gjëja kryesore për muzikën, ose po themi edhe për profesionin, e kalon pak në sens më përgjithësor, do e kisha problem. Do e kisha shumë problem dhe do kisha zgjedhur një rrugë e cila do të nisha e plotësuar shpirtërisht. Por pasioni do të mendoj çdo person i vetmi të thosha element që të shtyn përpara dhe të bën të arrish diçka në jetë është vetëm pasioni. Edhe me nxënësit, edhe me sidomos mësuesat kanë një rol shumë kryesor në edukimin dhe në zhvillimin e këtij pasionit të nxënësit. Dhe duhen sidomos që të zhvillojnë shumë pasionin e tyre dhe jo t'i thonë të bëjnë diçka tjetër kur ai person nuk është gati, nuk ka pasion për atë degë që zgjell. Kemi shumë raste të cilat shokët e mi që kanë pas 9 vjeçare kanë zgjedhur një degë në universitet të cilën nuk i ka pëlqyer, nuk i kanë pasur pasion, pavarësisht se është një degë e mirë, mund të jetë mjekësi, mund të jetë inxhinieri, por e kanë kuptuar vonë. Mund vjen mirë që rruga jeme është përcaktuar çish i vogël. Sa gjë e bukur. Dhe ne bëm këtë bisedë duke rrugtuar në disa prej pikave që kanë shënuar tek ju në ecurinë e rrugës artistike. Natyrisht dëgjuesit në këto momente, ndoshta në një fragment, një pasato do të thosha të një pjesë do të dëshironin, megjithse ndoshta është herë dhe nuk je gati me në fakt nuk ndoshta është mund të jetë pak është herët normalisht, por do të thosha që nuk e di, unë nuk kam shumë repertor dhe me që jemi në Shkodër nuk e di çfarë unë sa përket muzikës popullore unë gjithmonë kur jam në shtëpi luaj në piano, kam 7 vjet 8 vjet që luaj në piano dhe gjithmonë kam një dëshirë të madhe që të luaj pjesën lulebor, simbolin e qytetit tonë, është një diçka krahas studimeve të mia që bëj për muzikën klasike. Lulebora është një këngë e cila paraqet shpirtin e vërtet të çdo shkodrani, shpirtin e thjesht të çdo shkodrani. Dhe pra pavarësisht se i dedikohet një lule, i dedikohet shpirtit thjesht të një shkodrani.
mu më prek gjithmonë kur e luaj në piano dhe gjithmonë e luaj, nuk e këndoj, sepse mendoj se pianoja ka zëmë të bukur sunë. Ndoshta e kam gabim, ndoshta tjerë të perceptojnë ndrysh, por në piano. Unë gjithsesi unë do ta këndoj. Do ta këndoj një fragment. Po. Tu i shetitur malen kodër, tu i prek lule gjithë me dorë, veç një kopsh ma të bukrin shkodër, ty të gjeta lule bor, je vogël por e plot, ty të kërkoj unë ta shamot unë ty të kërkoj, zi me ty jetën ta qoj, eja lule bor, se me ty do thur kunor, eja lule bor, se me ty do thur kunor. Faleminderit shumë për këtë tinguj të mrekullueshëm, për këtë interpretim, për këtë zë kaq të ngrohtë, kaq të bukur, kaq të ngrohtë, do të thosha që depërton thellë tek dëgjuesi dhe që ngjall ndjenja të mrekullueshme. Faktin që unë e kënova kështu kaq amelesh sepse nuk mundem kësaj brishtësie dhe kësaj krenarie për qytetin tonë, nuk mund me kalu në muzikë operistike. Po. Gjithsesi këngët shkodrane, disa prej tyre kanë cilësinë e arjeve, siç janë këngët e Palakurtit. Edhe për mua pas ka qenë kismet të tjerë. Një klef me arta çova mashallah bukurisate. Janë të cilat këndohen me një përgjithsisht këto arje kanë pjesa më të madhe sopranot, femrat. Pak shumë e kanë kënu meshkujt. Në më thonë, tek femrat ka kanë perfeksionin më i madh i të këndimit. Do të thosha që është një trajtim klasik i tyre, por ndryshon në impostim, pra në rrugën profesionale që ne e kuptojmë shumë jo ne këngëtarët lirik. Ka ngjashmëri shumë me arjen, pra arje. Po. Është një pasuri e rrallë të cilët ne kemi dhe duhet të krenohemi fort për këtë zhanër që të cilën është kompozu kjo muzikë, pra vetë fjalë për muzikën e kultivuar, sepse në 1880-ën kur janë kompozuar kriju marshi i parë, Bashkimi i Shqipërisë nga Palakurti, aty filloi pra që të kishte një muzikë të kultivuar mbi bazë rregullash, pra jo muzika e hengur shkodran, krahas muzikës e hengur shkodran, pra me motive edhe shkodrane, edhe orientale. Filloi muzika kultivuese të hekte çdo orientim jo shkodran, pra turke, po që u theksonte mirë autenticitetin. Autentike. Më pëlqen që ishte sot i pranishëm në Mirëmëngjes Shkodër. Ndoshta këtë intervistë do ta ruaj për të rikthyer më pas, duke shpresuar që rruga jote drejt artit të jetë gjatë, e suksesshme, e bukur, edhe mbase do të shohim në skena të mëdha duke interpretuar, ashtu siç kanë patur sukses mjaft këngëtar shqiptar lirik që janë mjaft të kërkuar dhe të suksesshëm kudo në botë. Do të uroj më të mirën për ty, duke qenë se ke këtë predispozit, këtë vullnet, këtë këmbgulje, por edhe këtë talent që buron nga shpirti yt artistik. Të falenderoj shumë që ishe në studion ton. Ju faleminderit dhe juve për intervistën e ngrohtë që bëni gjithmonë dhe të ëmbël. Faleminderit Riat, por si një djalë të ri do të desha që Shkodra të jepte një urim përmbarësi, ta priv Zoti Mar, siç themi ne në Shkodër, edhe plot sukses,
rrugë e bukur dhe më vjen shumë mirë që ke këtë credo tek vetja, këtë besim për të ecur. Ecur përpara. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe gjithmonë suksese. Për ty do mendoj gjithmonë, të shkruaj vargje, të krijoj unë melodi, edhe kur përqafojnë si fëmijë, edhe kur ndodhen kilometra larg, se ti e krijesë të mjekësisë, si